Dy bashkëshort shqiptar nga Ukraina, Kirano dhe Mihail Siupur, me origjinë nga fshati Karakurt i rajonit të Odesës, kanë vizituar qytetin që sipas studiuesve lidhet me rrënjtë e para të tyre duke sjellë me vete gjuhën arbërore, emocionet dhe krenarim për identitetin shqiptar. Të parët e tyre u larguan në shekullin e 16 fillimisht drejt Bullgarisë dhe më pas u vendosën në Ukrainë. Bashkëshortët Siupur u shprehën të emocionuar duke folur vazhdimisht në gjuhën arbërore e duke mbajtur me vete një portret të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ata tregojnë se në Karakurt janë mbi 3.000 shqiptar që flasin shqip dhe trashëgojnë kulturën tonë prej 400 vitesh, ndërsa në fund kanë hapur edhe një klasë ku mësohet gjuha shqipe. Unë jam shqiptar nga Ukraina, nga një fshat Karakurt. Na këtu jermë Magruti, Pogradec, shqiptarët dulnë nga Korç dhe nga Pogradec. Ato dulnë ishin këtu turkët dhe ato iknë nga Shqipëria, Bullgaria. Rojqin 200 vit. Pastaj nga Bullgaria iknë një Ukrainët. 200 vit. Ma një vend u bë 400 vit. Dhe na flasëm shqip, një Karakurtit. Dhe flasëm shqip dhe vajzërët, dhe gjimtë, dhe një vlicët, një mëhalët, flasëm shqip më nërjatërti. Dhe të shi hapë një Karakurtit shkollë, shqip. Dhe u zhe zënë që mësonë një shkollë të flasën dhe të shkrunë, të këndonë shqip. Na ambanëm kulturën të Shqipërisë. Kam 3 gjimë, gjinë shqip të gjithë gjinë. Nga mshati dunë të vinë. Ama të sheti ka luft dhe nuk e kështë dali puna. I bukur, malirtë të bukra janë. Malirtë të bukra dhe kënë ujtë kështë sunë liqenjë. Studiuesi Ledian Zeqollari thotë se ky komunitet është i njëjtë si për arbëresht të Italisë, edhe mjaft interesant është fakti se ende pas kaq shumë vitesh ata trashëgojnë kulturën dhe gjuhën e vjetër shqipe. Shqiptarët e Ukrainës njihen si komunitet, pasi është një komunitet i cili ka rreth 400 vite që jeton sidomos në zonën e Odesës dhe janë kryesisht nga Shqipëria juglindore, nga zona e Pogradecit dhe e Korçës. Aso kohë u larguan gjatë pushtimit turk, por me ndihmën edhe të carit rus u strehuan në zonën e Karakurtit. Gjuha është pothuajse e njëjtë, me pak ndryshime, është gjuha e vjetër shqiptare dhe interesante është që ka një interes të madh për të vizituar Shqipërinë, sidomos zonën e Pogradecit dhe të Korçës, sepse lidhet edhe origjina e paraardhësve të tyre. Sot pavarësisht se çifti jeton në Londër pas largimit nga Ukraina për shkak të luftës, thonë se duan t'u tregojnë shqiptarëve një tjetër Karakurt për vendin e origjinës në mënyrë që ta vizitojnë së shpejti.